Vajza ime më çoi në një azil pleq, pa e ditur se pronare e azilit isha unë. Nuk i thash asgjë. Quhem Elena Rivas, jam 75 vjeç. Dikur kisha gjithçka, një burr të dashur, një punë që më jepte gëzim, një shtëpi të ngrohtë dhe 3 fëmijë. Pastaj jeta filloi të më merrte pjesë, cop. Burri im vdiq 10 vjet më parë, i goditur nga një atak në zemër. Pas tij erdhi heshtja, një heshtje ngadalë dhe e rëndë, e përbërë nga telefonata që nuk vinë më dhe ditë që janë të gjitha njësoj. Nga të gjitha, Natalia, vajza më e vogël, u distancoa më shumë. Ajo ishte ambicioze që e vogël, me ëndra të mëdha dhe një të ardhme për të fituar. Kur u nis për në universitet në kryeqytet, isha krenare. Bëra gjithçka për ta ndihmuar, shita bizhuteritë e familjes, makinën e vjetër dhe madje i dhash edhe kursimet e mia të fundit. Vitet kaluan, ajo u martua, pati një djalë dhe kontakti u bë gjithnjë e më i rrallë. Një ditë, pas muajsh heshtjeje, ajo u kthye te dera ime. Mami, të jetosh vetëm, të dhemb, është koha të mendosh për një vend ku dikush mund të kujdeset për ty. Nuk u përgjigja, zemra mu shtrëngua, zëri im i nuk po dilte më, thjesht pohova me kokë. Të nesërmen, ajo më çoi në një rezidencë private, elegante, të rrethuar nga gjelbërimi në periferi të qytetit. Ajo nënshkroi dokumentet me indiferencë, më la me një lamtumir të ftohtë dhe u largua, sikur të ishte çliruar nga një bar. U ula në kopsht dhe shikoja lulet që lëviznin në erë, pastaj e njoha vendin. Ai vend nuk ishte i ri për mua. Unë dhe burri im e kishim ndërtuar shumë vite më parë, gur pas guri. Supozohej të ishte streha jonë për pleqërinë dhe gjithçka ishte regjistruar në emrin tim. Ishte zgjedhja e tij. Mbaje në emrin tënd, më tha, sepse një ditë mund të na harojnë. Unë ngrita dhe eca drejt zyrës administrative. Drejtori, një i ri i sjellshëm, u ngriti habitur. Zonja Rivas, por kjo është prona juaj. Unë pohova me kokë me qetësi. E di. A doni që të ndalojmë vajzën tuaj të futet këtu? Tunda kokën. Jo, faleminderit, kam diçka tjetër në mendje. Dhe qëndrova, por jo si mysafire, por si pronare. Mblodha të gjithë stafin, u prezentova si menaxheri i ri, fillova të kujdesesha për menaxhimin, cilësinë e jetës, njerëzit, dhe, për herë të parë pas vitesh, ndjeva sikur kisha përsëri një qëllim. Disa javë më vonë, nipi im, Tomi, erdhi për vizitë, vetëm. Gjyshe, më mungon, mami thot se nuk do që të na shohesh më. E përqafova fort, nuk ishte e vërtet që nuk doja t'i shihja, doja të më respektonin. Natalia u kthye, por asaj nuk ju lejua të hynte. Ajo telefonoi, shkroi, foli me burrin e saj. Heshtje, derisa i shkrova një letër. E dashur Natalia, unë nuk mbaj mëri. Ti bëre ato që mendove se ishte e drejtë, ndoshta për të lehtësuar ngarkesën tënde, ndoshta për të mos parë se çfarë po bëhesha, por unë nuk jam barë, dhe që nga jo ditë fillova të jetoja përsëri. Sot jam një grua që ka gjetur forcë dhe dinjitet. Ndoshta një ditë do ta kuptosh. Atëherë mund të flasim. Deri atëherë dera mbetet e mbyllur. Me dashuri, nëna jote. Kanë kaluar 6 muaj. Sot organizoj aktivitete me banorët e tjerë. Piktur, lexim, kinema, biseda të vërteta. Tomi vjen shpesh. Natalia shkruan gjithnjë e më pak. Dhe kjo është në rregull. Nuk gjej më justifikime. Nuk jetoj më duke pritur. Unë jam Elena Rivas, pronare, guid dhe së fundmi, vetvetja.